Korporata elektroenergjetike shqiptare pritet të çelë javën e ardhshme procedurën e prokurimit për impjantin fotovoltaik të Belçit. Ky është një projekt që mbështet direkt me një kredi 30 milion euro të bankës, çka automatikisht e bën atë të detyruar të ndjekë rregullat e prokurorimeve, që i nënshtron procedurat e ngjashme që kanë financimin e Bersh. Procedura lidhet me ndërtimin e një impjanti fotovoltaik toksor me kapacitet 50 megawatt në Belç, në Shqipërinë qendrore. Detajohet në faqen e Bersh. Përveç financimit të Bersh të paktën 9.25 milion euro janë grante nga UIBF për të financuar projektin e Keshit, Belçi Solar Projekt. Kesh për disa vitesh tashmë ka nisur diversifikimin e burimeve të prodhimit, edhe pse impjanti i Belçit është i pari në këtë shkallë, pra 50 megawatt, parashikuar nga kompania publike.